7 minuta me vëlsirë. Vëlsin me 3 përbërë, sa mësina ma thjesht në botë. Përbërësit janë vezë, miell dhe Nutella. Po ju tregoj sasinë që kam përdorur në video, por zakonisht e baj vetëm me një. Në video kam përdorur 3 vezë, 3 lugë miell dhe 3 lugë Nutella. Pra nëse ti përdor një vezë, ke për të hedhur 1 lugë miell, 1 lugë Nutella dhe kështu me radhë. Unë i kam hedhur në këta tasat e silikonit që janë për kek. Ton sekreti është te pjekja. Duhet në 180 gradë për 7 minuta. Varet dhe tek rendi që keni, por domethënë duhet më nej aty ton kohën, më nej të i vësh. Shihni, duhet më marr këtë lloj pjekje, këtë lloj forme. Njëna na u hap, na u prish, po çensi ka. Gjithsesi, është shumë e mirë për ju që e keni provuar, dini, për ju që nuk e keni provuar, bani save dhe provojeni. Unë zakonisht këtë amëlsinë e ha të nxehtë, shumë pëlqen, por ke edhe njerëz që han të ftohtë. Kjo është në pas preferencave tuaja. Gjithsesi, unë kaq kisha dhe provojeni sepse është super e mirë. Dhe për ju që doni me provu më vonë, mos harroni me bë save. Bye.